Nëse doni të vizitoni Shqipërinë, Gjirokastra është një prej destinacioneve ku duhet të shkoni. Një qytet që ofron shumë, jo vetëm në art e në kulturë, por në të gjitha aspektet e saj. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Turizmit çelën këtë të shtunë në sheshin Tre Vllezërit Frashëri në kryeqytet panairin për të promovuar Gjirokastrën si qytet turistik. Ministri Erion Velia, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij dhe deputeti Anastas Angjeli, kanë vizituar këtë panair që ka sjellë më afër vlerat historike e kulturore të këtij qyteti. Velia i ka ftuar të gjithë qytetarët të vizitojnë Gjirokastrën, tashmë që rruga për atje zgjat vetëm 3 orë. Thirrjes për të vizituar këtë qytet ju bashkua edhe deputeti i zonës Anastas Angjeli. Ju a them me garanci të plotë që është qyteti më i bukur i Shqipërisë. 80% e ushqimeve që prodhohen në Shqipëri prodhohen në Gjirokastër. Gjirokastra është qarku në Shqipëri me më pak njerëz në ndihmë ekonomike dhe me më shumë njerëz jo vetëm në punë, por që dhe i hapin punë vetes dhe zën veten me punë. Kështu që është jo vetëm zona më e gjallë ekonomike e vendit që ushqen gjithë Shqipërinë, është gjithashtu zona më punëtore në Shqipëri. Sot Gjirokastra ka mbi 200 shtëpi që janë të vizitueshme dhe të hapura për publikun. Para se ne të bëjmë publicitet për turistët e huaj, është e rëndësishme të kuptojmë këtu në Tiranë, ku jetojnë 1 milion njerëz, që kemi potencialin për 1 milion turistë shqiptar vendas, të cilët me një kosto shumë të ulët mund kalojnë një kohë shumë të bukur si vizitor dhe si turist në Gjirokastër. Ky tur mbart me vete ftesën për të gjithë për të vizituar Gjirokastrën, Gjirokastrën e vlerave historike, Gjirokastrën e kulturës, Gjirokastrën e historisë, Gjirokastrën e zhvillimit dhe Gjirokastrën e një pike të vërtet turistike. Qytetarët që vizituan panairin shijuan këngët e vallet popullore, si dhe pan disa punime artizanale të Gjirokastrës. Stenda e librit me autorët gjirokastrit si Ismail Kadareu vizitua nga shumë qytetarë po ashtu. Ajo çka ra në sy në këtë panair ishin edhe gatimet tradicionale gjirokastrite. Një shprehje e urtë thot, dashuria kalon përmes stomakut. Pikërisht ky vend, Gjirokastra, ofron me ushqimet e saj shumë dashuri. Ky panair vjen në prag të sezonit turistik dhe do të jetë i hapur edhe gjatë ditës së diel. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Turizmit do të sjellin çdo fundjavë panaire për të promovuar edhe qytetet e tjera të Shqipërisë.